Është zhvilluar në ambientet e Pallatit të Kulturës konkursi kërcimit midis gjimnazeve dhe klasave të nënta të shkollave të Vlorës, organizuar nga Qendra Kulturore e Bashkisë Vlorë dhe Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Bashkia Vlorimar. Në konkurs morën pjesë 10 çifte të rinj nga klasat e nënta të shkollave 9 vjeçare dhe gjimnazet të qytetit të Vlorës. Eventi u ndoq nga të rinj të shumt në sallë, të cilët shpesh shoqëruan me duar trokitje të nxehta bashkë moshatarët e tyre. Artistët e rinj janë vlerësuar nga një juri profesioniste drejtuar nga balerini tashmë i njohur Gert Vaso. Në mbyllje të performancës të rinjve, vendin e parë meritoi çifti të rinjve të shkollës 9 vjeçare Muçodelo, ndërsa u shpërndan dhe çmime të tjera për konkurrentët fitues. Eventi artistik u ndoq dhe nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini.